Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu pranë jush për të sjell dinamikat më interesante, për të komentuar mbi lidhjet, mbi dashurinë, mbi atë të bukurën emocionin. Do të flas pikërisht për Matteo Borin edhe Brikenën. Brikena dhe Matteo vazhdojnë që të jenë në qendër të vëmendjes, të i gjithë publiku në fakt është kureshtar të di se çfarë po ndodh me to, si po shkon marrëdhënia e tyre, si funksionon dashuria e tyre, a janë të lumtur, a janë të kënaqur, a janë të gëzuar. Do me thënë, duan të kuptojnë rreth të gjërave që në fakt po e rrethon Matteon edhe Brikenën. Nga informacione që unë kam arritur të siguroj për këtë çift edhe nga ajo që unë kam pyetur lart edhe poshtë, marrëdhëniet janë shumë të bukura. Gjërat po u shkojnë më së miri, do me thënë, kalojnë shumë mirë bashk, janë shumë të lumtur bashk, po kënaqen bashk, ndjesitë e tyre janë rikthyer. Unë gjithmonë kam besuar në atë dashuri, do me thënë ju e dini shumë bukur që unë gjithmonë kam qenë skeptik në fakt për të dhënë atë pëlqimin tim të fundit që çifti është ndarë. Gjithmonë kam patur këto dyshime që çifti nuk është ndarë, vazhdon që të jetë bashkë dhe rezultoi që të jetë e vërtet Brikena dhe Matteo janë bashkë. Brikena që ta binte edhe më së shumti publikun, që do me thënë marrëdhënia e tyre është spektakolare, është marrëdhënie e mirë. Ajo ka bërë ca lëvizje dhe pak më të afërta me Matteon, më të afërta në publik, se normalisht jashta kamerës ato janë krejtësisht tjetër, janë më të afërt, janë më të lumtur, janë më pozitiv me njëri tjetrin, i dhurojnë njëri tjetrit më shumë dashuri. Brikena dhe Matteo natën e mbrëmshme kanë shprehur pak më shumë lumturi. Brikena tha një fjalë që unë jam shumë e lumtur sepse kam dikë që më bën të lumtur, që në këtë rast domethënë e ka për Matteon, që Matteo i dhuron lumturinë asaj. Unë mendoj që një njeri kur është i dashuruar apo kur është e dashuruar, në këtë rast Brikena, tregon krejtësisht një energji pozitive, tregon krejtësisht një ndriçim të syve të saj, tregon një buzëqeshje në fytyrë, tregon një energji që në fakt nuk e ka treguar edhe më herët. Dhe unë shoh një Brikena që vërtet është e lumtur dhe unë mendoj që dashuria të jep pozitivitet, dashuria të jep atë energjinë të cilën ti ndoshta në përditshmërinë tënde para dashurisë nuk e gjen dot, nuk e ke dot. Do me thënë dashuria është ajo dhurata e bukur që ta jep në jetë. Zoti e ka dhënë dashurinë si dhuratë. Brikena dhe Matteo janë duke funksionuar të dy shumë mirë së bashku. Marrëdhënien e tyre kanë rregulluar, edhe pse janë çift që në fakt kanë krisje të menjëhershme, do të thënë Brikena si ngelen hatri, Matteo si ngelen hatri, por Matteo është pak më i kthyeshëm, Brikena është pak më kokfort. Unë mendoj që përsëri, pa marrë parasysh i dërimeve inateve, përsëri nuk munden të jetojnë dot pa njëri tjetrin, përsëri nuk munden të qëndrojnë dot pa njëri tjetrin. Dhe mendoj që lidhja e tyre është aq lidhje afërt, është aq lidhje fortë, sa që kuptohet ajo dëshira e madhe që ato e kanë për njëri tjetrin, kuptohet ajo ndjesia e madhe që ato e kanë për njëri tjetrin, do me thënë të qenurit të dashuruar. Dhe unë këtu realisht shoh një dashuri të vërtetë. Për planet e tyre, nuk kemi se për çfarë planesh të flasim. Brikena dhe Matteo janë tashmë aktiv. Do me thënë Top Arena ka qenë një armë e bukur dhe mua më vjen shumë keq për ato të cilët folën që Brikena gjasme që nga ndarë me Matteon, sepse Matteo pas ka filluar punë në këtë shizon top, do me thënë unë që atëherë kam thënë që këto janë lajme gënjeshtra dhe mos i besoni. Brikena është e lumtur që Matteo është i përzgjedhur nga Top Channel-i. Brikena është e kënaqur që Matteo pozicionohet në dy emisione dhe tregon atë shkathësinë e tij për të qenë aktiv në jetën mediatike, sepse nuk është e lehtë të qenurit aktiv, nuk është e lehtë të jesh në dy emisione, nuk është e lehtë të kesh dy përgjegjësi shumë të mëdha siç janë, do me thënë, rregulloret në Top Channel, por mbi të gjitha unë e shoh që Brikena nuk ka asnjë hidhëri me Matteon.
Do me thënë, gjërat po shkojnë shumë mirë. Çifti ka rikthyer rrugët e tyre, ka rikthyer dashurinë e tyre, do kisha dashur në fakt të di edhe arsyen se çfarë ka ndodhur, cila ka qenë ajo pika e xhelozisë që Mateon dhe Brikenën i bëri që të jenë larg njëri tjetrit, por mbi të gjitha nuk ka pikë xhelozie sa ka pikë dashurie. Do me thënë, shoh një dashuri të sinqertë, shoh një dashuri të vërtetë me shumë vlera. Syt, siç e thash, tregojnë çdo gjë. Buzëqeshja tregon çdo gjë dhe unë pres nga Mateo që Mateo të bëj këto lëvizjet në Top Arena. Do me thënë, unë pres që Mateo të merë për sipër në ditët në vazhdim, duke njohur edhe natyrën të tij romantike, duke njohur tipin e tij, duke njohur njeriun e tij, pres që Mateo, do me thënë, të bëj një lloj surprize tek Brikena, që Brikenën do ta fasionon surpriza e Mateos, do ta bëj për vete, do të çmendet dhe surpriza e Mateos mendoj që është propozimi publik për një martesë me Brikenën. Është folur shumë kjo gjëja. Mendoj që Mateo tani në epizodat në vazhdim do të ketë një surprizë të tillë për Brikenën. Sot është edhe kënga e Mateos, por kemi dhe këtë pjesën e surprizës që ndoshta mendoj që pikërisht Mateo do të përzgjedh që t'i kërkoj Brikenës atë që ai e ndjen me shpirt, aty ku ka dashuri të vërtetë, aty ku ka emocione të vërteta, aty ku ka ndjesi të vërteta, aty ku ka pasion të vërtet, ka dhe altar të kuq. Dhe unë në fakt pres moment në moment nga Mateo që të surprizoj dashurinë e jetës së tij, të surprizoj Brikenën me një propozim për martesë në Top Arena. Ju do të thoni, o Tiron, po kjo është e pa imagjinueshme që mund të ndodhë. Unë mendoj që kjo ndodh, sepse Brikena dhe Mateo din të surprizojnë njëri tjetrin, din të japin emocion njëri tjetrit dhe mendoj që në këtë pikë Mateo do të jetë shumë i veçantë tek Brikena për t'i dhuruar këtë dashurinë. Unë pres shumë gjëra të bukura dhe jo më kot, do me thënë, ndodhen këto situata. Pres shumë gjëra fantastike nga ky çift dhe unë mendoj që Brikena tashmë do të bindet që nuk duhet ta lëndon kur Mateon dhe nuk duhet largohet kur nga Mateo, dhe Mateo e di shumë bukur që pa Brikenën e tij të dashur nuk mund të funksionojë, sepse janë bërë tashmë dy trupa në një shpirt dhe që të dy janë duke dhënë maksimumin për t'i dhënë lumturi, dashuri dhe paqe shpirtërore njëri tjetrit. Do të thënë, shoh një çift i cili në fakt unë pres shumë gjëra të bukura nga ky çift, që mendoj që shumë shpejt do të na surprizojnë me gjëra fantastike. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin tim YouTube. Patjetër që jepni edhe komentet e juaja, shprehni mendimin tuaj rreth temave të cilat unë i komentoj, i flas, më falni, dhe tregoni edhe bindjet se çfarë ju mendoni në fakt me këto çifte.